Banorja Egli Tako është larguar nga Big Brother VIP 4. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve, lexoi Danja. Ish banorja e Big Brother VIP 2, Efi Dhedes e ka mbështetur Eglin Takon, duke bërë thirrje për më shumë empati dhe dashuri. Në një postim në rrjetet sociale, Efi shprehet se Egli u bë e keqja e vetes së saj. Doja të thoja disa fjalë në lidhje me Eglin. Jam e vetëdijshme që në momentin kur vendos të bëhesh personazh publik do marrësh komente dhe opinione. Por mos u shprehni në këtë mënyrë. Ajo vajzë u bë e keqja e vetes së saj, jo e juaja apo e dikujt tjetër. Dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, mendor apo në çdo lloj aspekti të shëndetit duhet të bëhemi bashkë dhe të japim dashuri. Dham mendimet tona gjatë lojës, në këtë moment i vihet pika. Në këtë moment duhet të bëhemi empatik dhe të ndërgjegjësohemi, që njeriu i parë që duhet të kujdesemi dhe të japim dashuri është vetja jonë. Duhet të gjejmë veten në situata të tilla dhe të kuptojmë, pse jo të përcjellim edhe një mesazh. Jam e lumtur që ajo vajzë doli nga aty dhe uroj me gjithë zemër të kujdeset dhe të jap sa më shumë dashuri vetes, shkruan Efi.